Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato nga Korça është shprehur për aktualitetin politik të vendit. Nuk ka dalë ende raporti përfundimtar i OSBE-s. Mendoj se Brukseli foli qartë lidhur me zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri. Është koha që qeveria dhe parlamenti shqiptar të miratojnë një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, e cila të përfshirë rekomandimet e shkuara dhe ato të tashme. E në fakt lidhur me rezultatin, ai jep një përgjegjësi më të madhe qeverisë që të ndërmarrë këtë reformë sepse i ka numrat në parlament. Është pritshmëria e shqiptarëve nëse Shqipëria është drejt rrugës së Bashkimit Evropian. Lidhur me plotësimin e standardeve ka një raport të OSBE-s i cili jep përfundimin dhe ka njohur në standarde, por citon dhe përdorimin e burimeve publike për administrimin e zgjedhjeve. Dua të përgëzoj Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për mënyrën e administrimit të zgjedhjeve dhe bashkëpunimin me Prokurorinë e Përgjithshme apo SPAK-un. Secila parti që ndihet e vjedhur të raportojë në organet gjyqësore. Megjithatë, uroj që të dyja partitë të punojnë fort drejt drejtimit të vendit nga Bashkimi Evropian.